Emrat e tyre do të mbahen në mendje dhe në zemrat e secilit nga ne, si dhe do të i mësojmë gjeneratave me radhë në Republikën tonë dhe kudo që ka shqiptar. Ne nuk i japim fund kërkimit për drejtësi. Ne nuk do të ndalim derisa çdo i zhdukur të kthehet dhe autorët e këtyre krimeve të marrin dënimin e merituar. Sot më shumë se 2 dekada më vonë, Kosova e lirë i përcjell për një prehje të përhershme me ndërime shtetërore dhe ushtarake të bijt 8 bijt e Klinës dhe Skenderaj, martirë të lirisë dhe së vërtetës. Është një kujtesë se lufta nuk përfundon vetëm me armë, por vazhdon në kërkim të drejtësisë të së vërtetës. Në ditë si kjo kujtojmë rrugtimin e vështirë të popullit tonë. Me përplot dhimbje dhe sakrifica në luftën me Serbinë. Agresorin i cili vrau dhe masakroi civil të pambrojtur, gra, pleq dhe fëmijë. Nuk kursyn askën. Qeveria e Republikës së Kosovës nuk do të ndalet kurrë së kërkuari përgjegjësi nga Serbia për krimet më mizore të cilat janë kryer në luftën e fundit në Kosovë. Në këtë ditë të mbushur me dhimbje për vendin tonë, në emër të Kuvendit të Republikës së Kosovës, shprehim ngushëllimet dhe nderimet më të larta për sakrificën e të rënëve të kombit. Emrat e tyre do të mbahen në mendje dhe në zemrat e secilit nga ne, si dhe do të i mësojmë gjeneratave me radhë në Republikën tonë dhe kudo që ka shqiptar. Ata rënë për të mos vdekur kurrë, janë martirë, emrat e të cilëve po shkruhen në historinë më të re të Republikës së Kosovës. Dëshmorët e martirët e kombit janë amaneti më i çmuar i vendit tonë. Nuk është vetëm një akt rivarrimi, por një çast reflektimi i thellë për dhimbjen dhe padrejtësinë që psuan familjet e tyre dhe mbar kombi ynë. Në këtë tokë që i pret sot me nderim e dhimbje, po kthehen jo vetëm trupat e tyre, por edhe historia e pashkruar e sakrificës së një populli që luftoi për liri, dinjitet dhe të drejtën për të jetuar në paqë. Sot, ndërsa i përcjellim për në prerjen e tyre të fundit, ne nuk i japim fund kërkimit për drejtësi. Ne nuk do të ndalim derisa çdo i zhdukur të kthehet dhe autorët e këtyre krimeve të marrin dënimin e merituar. 4 prilli në Klinë nuk është thjesht një datë kalendarike, është një plagë që nuk është shëruar asnjëherë. Është dita kur kujtesa e kësaj komune na fton që të mos harrojmë kurrë. Klina e Qendresës ka përjetuar njërën ndër plagët më të rënda të luftës së Kosovës. Regjimi kriminal serb nuk kurseu këtë vend. Përkundrazi, këtu krimi mori formën më të egër. Sot më shumë se 2 dekada më vonë, Kosova e lirë i përcjell për një prehje të përhershme me ndërime shtetërore dhe ushtarake të bijt 8 bijt e Klinës dhe Skenderaj, martirë të lirisë dhe së vërtetës. Sheremet Ismaili, Mentor Myrtaj, Adem Gashi, Zahid Gashi, Bekim Hasani, Osman Feza, Shkelzen Hajdaraj dhe Bekim Gashi. Këta burra nuk janë vetëm viktima, ata janë dëshmitarë të një gjithë gjenocidit të mirëfillt. Ata janë zëri atyre që nuk u dëgjua kurrë. Dhe sot, përmes nderimi shtetëror dhe prani son këtu, po e bëjmë thjesht një akt drejtësie. Po rikthejmë emrin, dinjitetin dhe vendin që u takon. Sot, pas 26 vitesh, ne qëndrojmë këtu për të rivarrosur eshtat e 7 bashkëkombëtarëve tanë, për të nderuar jetën e tyre dhe 8 bashkëvendasve tanë, për të nderuar jetën e tyre dhe për të shprehur respektin, derimin e paepër ndaj kujtimit e tyre. Por historia e tyre është histori e luftës për të zbuluar të vërtetën dhe ku ishin varrosur. Ky është një moment që na bën të kuptojmë edhe më thellë se liria nuk është diçka që mund të dhurohet, por është një drejtë që është paguar shumë vujtjeve dhe sakrificave. Është një kujtesë se lufta nuk përfundon vetëm me armë, por vazhdon në kërkim të drejtësisë, të së vërtetës